Sëmundjet pulmonare kronike kanë shënuar rritje nga viti në vit në Korçë. Një gjë e tillë pohohet nga shefi i shërbimit të pneumoftiziatrisë Samuel Kristo, i cili thosë se shqetësues ngelet fakti që pacientët me këto sëmundje paraqiten për të marrë shërbim në stad të avancuar. Situata çdo vit ka erdhur me nga një rritje të rasteve të sëmundjeve pulmonare, sidomos të sëmundjes pulmonare obstruktive kronike ose SPOK. Ka shumë raste me azmë bronkiale, vinë në stade të agravuara. Të sëmurët me SPOK zakonisht janë sëmurë që janë në vazhdën e shumë viteve duampirje, kurse me azmën problemi është që aset në mosha më të reja, dhe në mosha adoleshentësh dhe mosha duke filluar dhe që nga mosha fëminore. Janë disa simptoma përmes së cilave mund të kuptohet një sëmundje kronike e mushkërive, thot Kristo. Këto zakonisht janë sëmurë që kanë kollë të vazhdueshme, mbajtje, fryme, sekrecione të shtuara të mushkërisë, një rënje të nivelit të aktivitetit fizik. Ata vinë me këto ankesa të cilat pastaj duhet që të investigojnë nga mjeku dhe me ekzaminime të tjera. Ndërkohë qarku Korçë ka qenë pjesë e një raporti të zhvilluar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe nisur nga rezultati i renditet si një ndër qarqet me zhvillim të problematikave pulmonare. Në Korçë janë rreth 1000 të sëmurë kronik me probleme të mushkërisë.